Pra ta më tregu pak si e ke bërë lakrën. Pra e ke grirë dhe se shoh disa e bëjnë të imët fare, disa e bëjnë në copë, disa e vendosin si që është lakra, e ndaj vetëm në dysh. Shiko, si që është lakra e vendosin për dimër neve në Korçë, se atje është ftohtë dhe nuk e gjenë gjë. Po këtu në Tiranë prishet po se mbajte në frigorifer. Më trego pak për lakrën arme, se nuk shoh as piper aty, as dafin, nuk shoh as hudhra, si e bën kështu thjesht fare? Thjesht. E gri lakrën edhe eve në një kavanos ose kovë ose qarë kemi neve në shtëpi që i mbajmë të, po unë i bëj gjithmonë në qelq. Në qelq, po, që ndrojnë më mirë. Po, janë vazo të mdhaja që janë... Nuk rrezikojnë të zbuten të pak. Nuk rrezikojnë edhe janë më higjienike, janë të gjitha të mirat i ka. E grim lakrën dhe e mbushim atë enën tonë pa asgjë. Vetëm lakrën. I vëm kapakun dhe e lem për shembull që nga darka në mëngjes. As uthull, as krip, as gjë. E lem ashtu që ajo të bjerë me veten e vet një herë. Pastaj zjejmë ujë me krip edhe e lem të ftohet totalisht. Krip të trash, të zezë. Gjithmonë. Kripën që bëjmë tushit. Pastaj, si është ftohur komplet ujë, në mëngjes ja hedhim lakrës edhe e mbyllim. Kaq. Vetëm ujë me krip, asnjë gjë që të kesh edhe për të gatuar kur të duash ja hedh uthullin edhe që është më shumë përdorimshme vetëm për meze.